Në kohën që në Shqipëri punimet për rikonstruksionin e stadiumit Rushdi Bizhuta në Elbasan, ku pritet luaj kombëtare e Kuqezi ende nuk kanë nisur, nga Kosova vjen shembulli konkret pse është aq shumë e rëndësishme të punohet duke vepruar, sesa duke folur dhe premtuar. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka vizituar nga afër ambientet e stadiumit Adem Njashari në Mitrovic, i cili prej disa kohësh është në rikonstruksion e sipër. Besoj se gjithçka do të shkojë sipas planit dhe pranvera e këtij viti do ta gjejë stadiumi këtu në Mitrovic të rregulluar sipas standardeve më të mira të mundshme. Qeveria e Kosovës nuk do të kursehet për të pasur një stadium modern, por edhe një ekip futbolli i cili do të na nderojë në përfaqësimet në garat ndërkombëtare, deklaroi kryeministri Hashim Thaçi. Qeveria që ai drejton ka akorduar deri tani 700.000 euro për rikonstruksionin e këtij stadiumi, i cili do të përmbush kushtet e UEFA-s për ndeshjet ndërkombëtare, duke nisur që nga ndeshjet miqësore të kombëtare së re të Kosovës. Në stadiumin Adem Njashari po përfundojnë tribunat e reja për tifozët, ambientet e brendshme dhe pista e atletikës, ndërsa në fazën tjetër do të ndryhet në tapetin e gjelbër dhe në sistemin e ndriçimit.